Pllakate të dëmtuara dhe të thyera, shkronja dhe numra të munguar, foto dëshmorës që nuk dihet ku kanë përfunduar dhe hartat e lagështirës kudo nëpër mure. Kjo është gjendja në të cilën ndodhet mauzoleumi i dëshmorëve në Durrës, një ditë para 29 nëntorit, ditës kur autoritetet më të larta vendore parakalojnë para këtyre pllakateve për të kryer homazhet për ata që dhanë jetën për atë dhe gjendja në të cilën ndodhet ky mauzoleum lë mjaft për të dëshiruar. Mirëmbajtja duket se nuk kryhet prej kohësh dhe pavarësisht se është kërkuar prej veteranëve, ndërhyrja për rikthimin e mauzoleumit në gjendjen që do t'impononte respekt për dëshmorët e atë dheut, gjendja nuk ka ndryshuar as pak. Nuk dihet nëse dëmtimi i vazhdueshëm i mauzoleumit vjen si pasojë e kushteve atmosferike apo nga veprimtaria e qëllimshme njerëzore. Por fakt mbetet se gërmat dhe numrat kanë rënë nga emrat e dëshmorëve dhe vitet e lindjes dhe vdekjes së tyre, dhe askush nuk është kujtuar t'i zëvendësoj, duke i kthyer ceremonitë e përvitshme në një traditë rutinë larg nderimit real që duhet të nisë që nga mirëmbajtja e përkujdesja për të vijuar më tej me omazhet zyrtare çdo 5 maj dhe 29 nëntor.